duhet keni shumë gjëra të përbashkëta, por shumë gjëra parimisht të jeni dakord. Dhe kjo është njëra prej këtyre, çështja e privatësisë. Dhe thjesht duhet gjetur ai partneri me të cilin jeni dakord. Në qoftë se mund të gjenden dy partnerë të cilët të dy e kanë problem privatësinë dhe të dy janë shumë okay që ta ruajnë të shenjtë privatësinë e njëri tjetrit, shumë mirë, shumë bukur. Mendoj që absolutisht. Mendoj që është personale. Mendoj që partneri duhet di aq sa ne na krijohet mundësia për të treguar apo ne duhet dim aq sa ka dëshirë partneri na tregojë. Pra, sepse ne nuk mund të futemi në detaj. Ka gjëra për shembull që ti nuk do t'i ndash me partnerin tënd, që janë të kaluarës tënde. Po ja thuaj që në fillim shiko kaluarën time unë nuk dua ta flas më. Po pra ka dhe limite. Ti nuk ndjesh mirë për të folur për një eksperiencë. Po patjetër, çdo gjë duhet rregulluar me ligj. Po ne ndryshojmë njerëz, se jo si kemi qenë fillim jemi 10 vjetësh. Po patjetër, po. Pjesa e rregullimit me ligj ndodh pikërisht për shkak të zhvillimeve që ndodhin në shoqëri. Shoqëritë janë dinamike, ndryshojnë, dinamizmat e marrëdhënieve ndërpersonale ndryshojnë nga momenti në moment. Nëse më përpara, se po flisim më përpara, nuk kishe mundësi dhe variante kaq shumë, sot nëpërmjet teknologjisë dhe rrjeteve sociale ti mund ta kesh aksesin më të kollajt një person cilin ti do që përtosh një raport paralel. Po patjetër, në kohët më përpara kanë pas ndodhur, po ndodhin vetëm tani, kupton, kanë ndodhur çdo kohë dhe do ndodhin çdo kohë. Nëse më përpara ishte me fishkëllima, sot është me mesazhe.